Mbrëmjen e së shtunës, grupi i grave të kishës së Shënmërisë në Uster, njohur si The Women's Guild, u bën organizatorët për të tretën herë me radhë në bashkëpunim me korin e kishës për të sjellë atmosferën e Krishtlindjeve me koncertin e njohur The Sound of Christmas. Në hyrje atë Mark Doku përshëndetet dhe i uroi besimtarët e Bashkësisë Shqiptaro-Amerikane dhe më gjërë për festat gëzuara të shëndetshme dhe me besim tek Zoti, duke i lënë më pas vendin korit të kishës, anëtarët e cilët dhuruan interpretime artistike profesionale me tematikën tradicionale të Krishtlindjeve, pritjen e Jezu Krishtit dhe himne liturgjike. Koncerti u mbështet me duartrokitje të shpeshta përgjatë një ore të zhvillimit të tij. Vlen theksohet se kori ortodoks i kishës së Shënmërisë jo vetëm që ka një paraqitje gjithëvjetore në shërbesat e së dielës, por në këtë koncert tingujt e Krishtlindjeve, përgatitjet ishin gjatë 2-3 muajve të fundit mjaft intensive. Pas koncertit, pjesëmarrësit mblidhen zakonisht për një orë shoqërore, një banket modest festiv, i cili po ashtu zhvillohet në sallat e kishës ortodokse të Shënmërisë. Ai mbështetet nga donacionet dhe puna e anëtarëve të kishës. Në këto takime jepen urimet e sinqerta për Krishtlindjet e gëzuar, një vit të ritëm mbar me shëndet dhe suksese.